29. Shahidët. Shahid quhet njeriu që vritet duke luftuar në rrugën e Zotit. Trupi i shahidit nuk lahet siç veprohet me muslimanët e tjerë, sepse gjaku në rrobat e tij dëshmon për rënien e tij dëshmor dhe për sakrificën e tij. Namazi i tij falet duke qenë i veshur me rrobat prej luftëtari. Shahid është dhënia e shpirtit si amaneti më me vlerë në rrugën e Zotit. Në gjuhën tonë e quajmë dëshmor. Shahid quhet edhe i vdekuri nga sëmundjet epidemike, në gjatlindjes, në mbrojtje të pronës apo në vetmbrojtje, e të tjerë. Gjenazja këtyre të fundit, edhe pse quhen si dëshmor, duhet të lahet dhe falet. Drejtësia e sundimtarëve të sotëm. Po kërkove bukën, ta japin urinë. Po kërkove jetën, ta japin batërdin. Po kërkove gjumin, ta japin llahtarin. Po kërkove nderin, ta japin poshtërsin. Po kërkove shokun, ta japin pabesin. Po kërkove besën, ta japin tradhëtin. Po kërkove mëshirën, ta japin gjakësin. Po kërkove njeriun, ta japin kafshërin. Po të jesh shenjtor, të bashkojnë me qenërin. Po kërkove dritën, ta japin errësirën. Po deshe shijen, të japin të vështirën. Po kërkove fen, të japin mundimin. Po kërkove dhembjen, të japin acarimin. Po të duash paqen, të bashkojnë me krimin. Po të duash familjen, të japin burgimin. Po kërkove rregullin, të japin kukudhin. Po kërkove Zotin, të japin të paudhin.